Rrugët në Shqipëri janë përgjakur me 13 viktima gjatë muajit korrik të 2026, teksa numri i aksidenteve ju rikthehet pranë shifrave rekord në 5 vitet të fundit. Ndërkohë, 222 njerëz të tjerë kanë mbetur të plagosur sipas së dhënave të Instat. Pakujdesia drejtuesve të automjeteve, mosrespektimi i rregullores, shpejtësia mbi kufizimet apo edhe ngarja e veturave në gjendje të dehur kanë sjellë 165 aksidente rrugore gjatë muajit në fjalë. Kështu muaj që lan pas renditet i dyti pas nëntorit të 2023, ku u regjistruan vetëm 2 aksidente më shumë nga publikimet e institutit. Po ashtu edhe numri i aksidenteve rrugore gjatë periudhës janar-korrik 2026 u rritë me 10% krahasuar me të njëjtët muaj të një viti më parë, me 844 aksidente në total dhe 77 më tepër. Kryeqyteti shënon edhe numri më të lartë të aksidenteve rrugore me 59 të tilla dhe të viktimave si pasojë e tyre me 4 humbje jete. Ndjekur nga Fieri dhe Lezhë me 20 aksidente secila. Megjithatë, Elbasani mbati fatalitetin më të lartë ku humbën jetën 4 njerëz në vetëm 7 aksidente. Edhe pse grup mosha 25 deri në 34 vjeç kanë shkaktuar pjesën më të madhe të aksidenteve me 21.8% e tyre, edhe moshat e treta mbi 60 vjeç kanë qenë gati njësoj problematik në rrugët e vendit. E-Intja rezultoi si dita më e rënduar e javës me 18.8% të rasteve, ndërsa dita e martë për numri më të ulët. Për gjatë pikut të sezonit veror, fasha orare 7 mbrëmjes deri në mesnatë ka regjistruar dhe numri më të lartë të aksidenteve, duke u zhvendosur nga orari problematik i përmuajshëm i pasdites.